2 herë kampioni i Maqedonisë në futboll dhe 2 herë finalist i kupës, klubi i futbollit Struga Trimblum, nga dita e sotme zyrtarisht fillon me përgatitje për sezonin e ri 2025-2026 të Ligës së Parë të futbollit vendor, në drejtimin e shefit të ri të stafit teknik Blendi Shkëmbi. Për fillimin e përgatitjeve për sezonin e ri, drejtori sportiv Besar Isaku për televizionin Koha tha se me stafin e ri, krahas seancave të rregullta stërvitore, do të zhvillon dhe 6 ndeshje kontrolluese. Struga Trimblum faza të rregullore të zhvillon në qytetin e Strugës, ku aty janë parapar disa ndeshje miqësore që do të zhvillohen këtu në qytetin e Strugës. Janë me disa ekipet si Ballkan, si Lapi, si Peristeri, në parashikuar që 6 ndeshje zhvillohen në qytetin e Strugës. Para fillimit të fazës përgatitore, në ekip ka pasur disa largime dhe tani priten prurje të reja. Po, normal që ka largime, nuk do të thotë që janë largime ato që i kemi largu, po janë që i atyre ku ka shkry kontrata dhe nuk janë vazhdu për disa arsye, ku ato kanë mbaru atë ciklin e vetë kanë mbaru, jemi minjohë së ndaj atyre që ato kanë dhënë për Struga Trimblum. Normal që i lëprej me marrëveshje me Stefan Spiroski, me disa futbollistë që normal kemi gjetur gjë të përbashkët dhe kemi befruar. Sa i përket prurjes, normal që ka prurje në Struga Trimblum, nga sot nga nesër ato do të shparen ato futbollistët do të bëjnë publik ato. Janë temë të ri, janë temë që vinë nga disa shteteve dhe kanë një bagazh apo kanë një fillim të ri që ato janë në sa mendojmë neve si kryesia e klubit apo si shtabi teknik që ja vlen tikimin e Struga Trimblum. Për sa i përket objektivit të klubit për sezonin 2025-2026, drejtori sportiv Besar Isaku tha se pretendimet mbeten si dhe në kampionatin e kaluar, që do të thotë se të jenë sa më të lartë në renditjen tabelore, të jetë konkurruese për titullin kampion dhe për dalje në garat europiane. Për këtë, garant janë stafi i ri teknik me Blendi Shkëmbin dhe emrat e prurjeve të reja, të cilat do të publikohen duke filluar nga dita e sotme. Kujtojmë se kampionati i ri 2025-2026, që do të zhvillohet në sistemin e ri 4 rrethor, fillon me 8, 9 dhe 10 gusht.